Gjendet trupi i England Koçit, familjarët mbërin në vendngjarje. Familjarët e 34 vjeçarit England Koçi kanë mbëritur në fshatin Cerujt Elbasanit, ku mesditën e sejntes u gjet trupi pa jetë që dyshohet se i përket të riu të zhdukur prej 2 javësh. Sipas informacioneve paraprake, grupi hetimor së bashku me familjarët kanë shkuar në zonën pranë fshatit, ku është konstatuar një trup i pa jetë, identifikimi të cilit ende nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet. England Koçi është parë për të fundit në 4 qershor pranë sheshit Wilson në Tiranë, duke lëvizur me motor, ndërsa një ditë më pas është denoncuar si zhdukur nga familjarët e tij. 34 vjeçari rezulton të i punësuar në një mobileri, ndërsa policia dyshon se ai mund të ketë qenë i përfshirë edhe në aktivitet të lidhur me kriptomonedat, që po hetohet si një nga pistat kryesore të çështjes. Ndërkohë, në kërkim vijon të jetë i dyshuar kryesor Armand Shaka, i cili sipas hetimeve ka ndryshuar disa numra telefoni për t'u shmangur lokalizimit nga policia.